Pse u zbrit Kurani? Shkaqet e zbritjes së këtij libri, Allahu i Madhërisëm i tregon në surën Al-Baqara, pikërisht në ajetin ku thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kurani. Hudan lin-nas i përmend 3 shkaqe me radhë. E para është udhërrëfyes, udhëzim për njerëzit. Fjala udhëzim është përkthim i fjalës el-huda, që në kupton dikush orienton, drejton për ndonjë rrugë. Mirë po, nëse kjo fjalë el-huda cilësohet me këtë fjalë Kurani, çka na jep me kuptu, atëherë duhet të shohim edhe ajetet tjera që përmendet kjo fjalë për ta pasur më të qartë. Thot Allahu në një ajet tjetër: Yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ky Kur'an udhëzon për në të vërtetën dhe për në rrugën e drejtë. Komentuesit e Kur'anit thonë se e vërteta e përmendur në këtë ajet është besimi në Allahun, ndërsa rruga e drejtë janë rritet apo obligimet fetare. Obligimet fetare. Kjo është prej shkaqeve esenciale, të themi, që Kur'ani është udhëzim për njerëzit. Pra ky Kur'an na mëson si ta besojmë Allahun dhe si ta adhurojmë Allahun. Shkaku i dytë që përmend Allah në këtë ajet është sqarues i rrugës së drejtë. Ky Kur'an, këtë rrugë drejt Allahut, këtë fe, na e bën të qartë, na e bën të kuptueshme, na e bën më të kapshme për neve si njerëz. Dhe e treta është kriter dallues. Kriter dallues. Ky Kur'an është kriter dallues mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Është kriter dallues mes rrugës së drejtë dhe rrugës së gabuar. Është kriter dallues që bën dallimin mes të lumturve, që do të jenë përgjithmonë nën mëshirën e Allahut, dhe mes atyre të dëshpëruarve që do të jenë gjithmonë nën hidhrimin dhe ndëshkimin e Allahut. Këto janë 3 shkaqe që Allahu i ka përmendur në këtë ajet.